Ashtu si që ishte parashikuar, Vllaznia ka nisur përgatitjet për pjesën e dytë të sezonit futbollistik 2025-2026. Pas 2 ditëve pushim, skuadra ka udhëtuar drejt Ulqinit, aty ku do të qëndrojë për rreth 1 javë për përgatitjet dimrore, pasi shumë shpejt nisin ndeshjet zyrtare. Me 10 janar në Loro Boriçi luhet ndeshja e Kupës së Shqipërisë, ku Vllaznia pret Pogradecin për fazën e 1/8-ave, ndërsa 4 ditë më vonë, po në Loro Boriçi luhet java 19 e Superligës, ku pritet kryesuesja Egnatia. Seanca e parë servitore e vitit 2026 për Kuqeblut u zhvillua në kompleksin e Ulqinit, një qendër që preferohet shpesh jo vetëm nga Vllaznia, por dhe klubet e tjera të Shqipërisë dhe rajonit. Fillimisht vrapimet në fushë, më pas ushtrimet atletike në drejtimin e përgatitësit Fatjon Kadia, e më pas tekniku Edi Martini, së bashku me pjesën tjetër të stafit, ka vijuar aplikimin e lojrave në kuadrate dhe në fund, edhe një lojë të hapur mes 2 formacioneve. Nga sa është parë, skuadra ka qenë e plot duke përfshirë edhe lojtarët e huaj, të cilët pasi kanë festuar pranë familjeve, kanë respektuar afatet e kthimit duke u bashkuar me grupin. Ndryshe nga ajo që u komentua në opinionin publik për një rikthim të mundshëm të sulmuesit Kevin Dodaj tek Vllaznia, kjo për faktin se gjatë 3 ditëve të fundit servitore u pa në Shkodër me skuadrën, Dodaj nuk figuron të jetë në Ulqin. Burime pranë tij bojnë me dije sa i ka udhëtuar drejt Bullgarisë për t'u bashkuar skuadrës së CSKA Sofjes. Sa i përket përforcimeve për pjesën e dytë të sezonit, për momentin nuk ka lëvizje konkrete, gjë që në një farë mënyre nuk mund të realizohet ende pa u zhbllokuar zyrtarisht merkato vllazësisë nga UEFA. Referuar përgatitjeve në kampin e Ulqinit, sipas programit të stafit teknik, stërvitjet do të vijojnë me nga 2 seanca në ditë, ndërkohë krahas përgatitjeve drejtuesit janë në bisedime për të realizuar edhe ndonjë ndeshje miqësore që pritet i shërbejë skuadrës për një kolaudim të plot në prag të Kupës dhe Superligës, 2 ndeshje që luhen në datat 10 dhe 14 janar.